Atëherë baba yt, të cilin nuk e njohim, do të vijë të kërkoj dorën e vajzës time Barbaros. Nëna jote që më bodhi vajzën time, do të ngrihet nga varri dhe do të kërkoj dorën e vajzës time. Nuk do të ngatroj ata të llojit tim me ata që nuk i njoh. Ju gjithmonë më keni treguar borxhin tim Xhaxha Nizam. Por me këtë shuplak, ti i more të gjitha. Unë këtu kam mbaruar. Apo vjen me mua Gylajshe, apo qëndron. Patjetër që do të vi. Nuk mund të shkosh askund, nuk mund të marrësh vajzën time. Lara! Vëlla, Lara! Vëlla, Nuk mund të shkosh askund. Vëlla, Lara! Prit, vëlla. Nuk mund të shkosh askund. Lara! Nuk mund të shkosh askund. Barbaros! Barbaros! Ty të them! Vëlla, tu bëfsha kurban. Vëlla. Xhaxha. Gylajshe, dëgjo këtu. Më shiko këtu, më lër të të shoh në sy. Shh, në rregull? Gylajshe, nuk ke pse më zgjedh me zor mua. Unë gjithmonë do të zgjedh ty. Edhe unë do të zgjedh ty. Por, mos u ndjeje detyruar të zgjedhësh një gjë të tillë. Çfarë do të thotë kjo? Edhe nëse e zgjedh ti babain tënd, mua nuk do të më humbësh kurrë. Por fjalët që ti thanë ata? Barbar, ai edhe të goditi ty. Në rregull. Shiko. Lara! Ja, Vëlla. Barbar. Hyr brenda. Daj, Lara! Prit. Lara! Vëlla, prit. Deshi ta marr. Vajz, prit, të lutem bi. Tensioni i ti gjakut është i lartë, do t'i ndodh diçka. Baba, shiko, halla im është e friksuar, mjaft tani qetësohuma. Shiko sa bukur po thot vajza jote, qetësohu një herë vëlla. Nuk kam asgjë për të folur. Unë nuk kam një vajzë për t'i dhënë këtij burri. Lara, hyr brenda. Unë e dua këtë njeri. Edhe jam shumë e lumtur Ti me do ta. t'jesh e lumtur me mua në jetën që meriton këtu. Unë vetë e bëra zgjedhjen time. Të betohem nëse i ndodh ndonjë gjë vëllait, do të jetë mbi qafën tënde. Njeriu do të vdes nga zemra. Në fakt ata vëllezrit pa rënj vranë edhe xhaxhain tënd. A doni që familja jonë të mbetet pa mbikëqyrje? Mjaft më! Mbyllë gojen! Ti në vend që ti kërkosh llogari familjes së Barbarit, së pari kërkoj llogari kësaj gruaje. Kjo grua që modhi mua në plera qëndron këtu, ndërsa ti zemrosh me vëllezrit e mi që më nxorën nga aty. Ndërkaq ti e godet Barbarin që më gjeti dhe më solli tek ti. Kjo është e gjitha nga unë. Ose ti do të largosh këtë grua nga kjo shtëpi? Pastaj do të vish dhe do të kërkosh falje nga Barbari? Për ndryshe nuk jam më. Vajza ime.
Je mirë Gylajshe. Miriam. Barbar, Po bukuri. a mund të më dërgosh tek varri në nënës time? Fidan! 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 Kara! Ali? Vajzë, ti çfarë ke bërë? Po këto çfarë po ndodh? Ali! Ali? Ali? Zipkin, vrapo shpejt. Largohu! Largohu! Zipkin, futu në të majdane! Tani më thuaj, çfarë dreqi po bëja aty të Fidani? Çfarë do të bëja unë këtu, ha? Po pyesja nëse ka ndonjë dhomë me qira. Mos u dridh. Kara ju dërgoi gjithashtu një video, apo jo? Ha? Ai po luan edhe me ty edhe me ne, apo jo çatall? Më thuaj i poshtër. Edhe ti po përpiqesh ta gjesh atë, apo jo? Fol. Fol tani. Fol. Vëlla Fidan. Vrapo, vrapo! Fidan! Ku u futë Fidan? Vëlla, nëse po kërkoni Fidanin, ajo sa po u largua. Në rregull, të falenderit motor. Vëlla, të betohem do të çmendë vëlla. Fidani bleu telefonin që të dërgoj ty Kara. Vëlla, pse? Erdhem këtu të gjejmë Karën. Takuam çatallin, pse vëlla? Apo i lan ky hesapet njeri me neve dhe çatallin? Jo, çfarë rëndësie ka Fidani? Të betohem po çmendëm vëlla.
Kush është tradhtar? Ata të parrënjët. Vëlla, Kara ka shkruar një shënim. Kara është këtu. Ai na lën një shënim, vëlla. Kush është tradhtar? Të parrënj. Kush është tradhtar është shkruar nga njerëzit e parrënj. Kara është këtu, vëlla. Kara është këtu, vëlla. Kara! Ku je, bir? Zëpkin, E di që je këtu. E di që je këtu, dil. Dil para meje. A e keni parë atë? çfarë ka E keni kjo? parë? Se vërtet kështu. Çfarë ke valla? A e keni parë, vëlla? Zëpkin. Na Jo, fali valla. vërtet. Shh! E keni parë atë? Ha? Ku është ai? O djal, dil para meje të shoh, Kara. Hape rrugën. Na fali. Dua që ti të dalësh tu para meje me njerë. Dil para meje. Zëpkin! Djalosh, e di që je këtu ti. Dil jashtë. Por djal, a nuk është turp. A nuk është turp, djal. Dil, ne jemi vëllezërit e tu. Ne nuk jemi tradhtar, dil. Zëpkin! A do ta bëte një burg të vllajt. Thirrni polici? Dil të përballu me mua. Kara! Por djal, ku dreqin je? A do i shpallje ludh lau tënd? Por djal, dil. E pe? Zëpkin! Ju kërkojmë falje. Kara? A mund të bëhet? Dil jashtë do përballu me mua. Ju kërkojmë falje. Dil tani. Zëpkin! Zëpkin! Në rregull, Vëlla. në rregull. Dil me njerë. Përballu me mua. A e keni parat njeri? Ti do dalësh para meje. A do dalësh para meje nje? Shiko, nëse mund të bjem dakord, për parat meri të gjitha dhe shko. Jo, ata janë ato që më shpëtuan mua të thash. Nuk është e nevojshme, nga të gjitha të njëjtat probleme. Do ta marrë foshnjën. Ju do të keni para në mëngjes. Mjaft, thash, mjaft luajtët nënë e bi. Ma jep tani këtu, ma jep. Lërëmi të shkoj. Veni këtu. Ma jep foshnjën tem. Ma jep, ma jep. Largohu. Largohu flicësirë. Unë dreqin, dil jashtë. Largohuni. Ik me këtu. Ik të thash. Largohu! A do të presësh kështu? Eja këtu, shpëtoj jetën tënde, ose do të vrasë nga ana tjetër ky. Të gjithë nëse do të mbledhemi, do të bëhemi një. Resho! Resho! Unë të përdor ato parë. Ikë më Resho! Më Resho! Do të vjen! Më jep fëmijën. Merxhan. Merre fëmijën. Çatal! Çfarë drejtë po ndodh këtu? Vëlla, e solla Eremanin.
Mjafton kjo, mjafton. Ne bëm marrëveshjen ton. I ndam rrugët pra. Pse ky njeri ende po më merr nga shtëpia? Shh, mos bën zhurmë. Çfarë është kjo? Ha? Ç'është puna? Dikush ja dërgoi këtë inqizim Nazit, ha? Edhe kjo është puna jote, Suat. Ha, jam unë i çmendur se zin. Betohem që nuk e dërgova. Më beso e dashur. Unë nuk e dërgova. Unë e di atë, po. Por pyes kush tjetër e ka këtë inqizim? Nuk e ka asnjëri. O dresh Suat. Njeh dikë me emrin Kara, ha? A mund ta kishte marrë ai këtë inqizim nga ju në një farë mënyre? Çfarë po thua ti? Unë nuk njoh një njeri të tillë. Nga dole edhe Kara tani, Suat. Të betohem se nuk e njoh e dashur. Jam lodhur nga telashe që na ke shkaktuar ti. Mjaft më, jam e lodhur, unë jam e lodhur. Nuk e di e jeta ime. Po divorcohem unë nga ti. Çfarë divorci se zin, të betohem se nuk e di. Dëgjoj e dashur, po të them që nuk e njoh. Eja këtu, Ashtu, eja. nuk e Ku njoh. po shkon? E morëm në rregull, zonja të dërgoj postën, do të vraposh pas saj. Por nuk mund të shkosh askund pa e kuptuar se si ka rënë në dorë të Karas ky inqizim. Dëgjon? Për zotin nuk e njoh. Pa mirë, po shkojmë tani. Ecim, ecim. A kuptoi çatalli ndonjë gjë? Jo. Suati është i mërzitur. Sare për të thret. Lishoj me zë. Urdhëro prokurore. Çfarë bëhet? Shkuam në konakun e Fidanit për të kapur Karën. Unë ndeshëm me Çatallin. Na iku edhe Çatalli dhe Fidani. Ju lumt juve. Kjo ndodh nga që ju nuk e pritni policin. Ore ju mund ta kishim kapur Çatallin. Po na thirrjet na çortosh prokurore? Jo. Data juaj e gjyqit është caktuar, prandaj ju telefonova. E kur është? Sot një javë. Si ne do të arrestohemi? Ju do të gjykoheni për ndalimin e Gylajshës kundër vullnetit të saj, për mashtrimin të drejtësisë dhe për fshehje të informacionit. Jam kujdesur që deri tani të mos jeni arrestuar dhe do të kërkoj dënimin minimal në gjykat, por ka shumë mundësi që të jepet një vendim dhe ju do të dërgoheni në burg. Mendohet të mos dilni të paktën një vit ose mos të shumti 3 vite. Keni një javë kohë. Një javë. A do jemi në burg për një javë? Gylajshe? Je mirë? Më duket sikur do të takohem për herë të parë dhe kam frikë. Sikur të më shoh ajo mua. Shkojmë. Shkojmë.
Unë jam këtu, nën. Unë erdha tek ti, nën. Ti e ke përqafuar ndonjëherë nënën time? E kam përqafuar. A ke parë ndonjëherë të më përqafoj mua? Sa herë që shikoja motrën Bahar, ti ishe gjithmonë në krahët e saj. Gjithmonë fliste me ty. Të puthte dhe të nuhaste. Po a kam qenë ndonjëherë kur ishe në krahët e saj, e ke parë? Oho. Ti ishe një telash i tillë. Por për ndonjë arsye, sa herë që motra Bahar të mbante në krah, ti me një herë qetësoheshe. Sa po më quajte të lash mua tani? Jo. E thash si shaka telash. Përveç kësaj, a e kam atë zemërun? Ha? Ku kam guxim të të quaj telash ty? Po ty atë donte nëna ime? Më donte. Ajo ishte gjithmonë e mirë me mua. Por, pa gënjeshtra, e admiroja motrën Bahar. Ashtu? Po, sigur ta kisha ditur që ajo do ishte vjera ime. A do të ishte e lumtur për ne? Nuk e di. Le ta pyesim. Motër Bahar, do të them diçka. Unë me këtë vajzën tënde jam shumë i dashuruar. Çfarë i thua kësaj pune? Jo, motra Bahara, është e mundur një gjë e tillë. Ajo gjithashtu ka një zemër për mua, edhe ajo gjithashtu është e dashuruar tek unë. Shikoj ti këtë. Edhe si thua, do të më japësh vajzën tënde? Çfarë po thot? Ajo thot do ta jap. A do të gjej dikë më të mirë se ti, thot Barbaros. Përveç kësaj, nëse nuk e merr vajzën time, jam e lumtur që vajza ime do qëndrojë në shtëpi. Shikoj ti këtë nën, edhe po jep fytyrë këtij. Sigur të jetonte edhe ajo. Do të doja të ishte. Kush mendon se e vrau nënën time Barbar? Kush do ta vriste nënën time? Çfarë bëri zotri Nizami? Ai ngarkon mallin e kamion. Magazina është e zbrazët, zotëri. Në rregull, kujdesu për punët e tua. Çfarë po ndodh zonja Xhere? Vëllai me zbrazi shtëpinë. E janë gjërat e Sherinit dhe Barbarosit. Do të thënë kur gjërat nuk shkojnë sipas mënyrës tënde, ti e vë flakën gjithçka apo jo zotri Nizam? Kjo është ajo që bëj unë.
Telefonova. Për të zbuluar nëse do të vë zjarr apo jo. Për çfarë e ke fjalën? Barbarosi ju kërkoj për vajzën time dhe ti e ke dhënë apo jo? Barbari më kërkoi motrën time dhe unë ja dhash, zotrin Nizam. Por ai nuk mund të bëj dashnë si Gylayshi atesh. Ajo thirret Lara Eupoglu. Si guxon të japësh një vajzë që nuk e ke? Ku e merr këtë guxim? Si guxon, zotrin Nizam? Çfarë nuk jep, çfarë nuk merr? Vajza e pëlqen dhe e do. Më thënë si një djalë fiks Barbari. Përveç kësaj ju ishit më njohës si e gjetët vajzën tuaj. Si ofendojnë nëse ai bëhet dhëndri juaj. Vëlla, Ali e thot të vërtetën. Barbarosi është Barbarosi ynë. Kush është Barbarosi? Kush është Barbarosi ynë? Nëna e tij doli të ishte armiku im i vdekshëm që ushqeja në shtëpi. Në vend që të kujdeseni për nënën dhe baban e Barbarosit, se pari shikoni vëllain tuaj. Vëllai im vdiq dhe u largua. Njeriu mori dëshkimin e tij. E gjeti. A e gjeti edhe gruan e tij? A e gjeti edhe gruan e tij? Ajo do ta gjej. Do ta gjej. Në rregull. Por ti do ta pengosh që Barbarosi dhe vajza ime të martohes. Nuk do të bëj asgjë të tillë. Unë solla një doktor nga Amerika. E operoj vajzën që ti e do. Apo tregohesh mos minjohesh Ju vëlla ka qelluar vajzën që unë dua. Ti e paguan borxhin tënd. Ne meritonim atë. Për çfarë mos mirogje e ka fjalë? Edhe ashtu të gjithë më kanë borxh mua. Dikush më rëmben vajzën, dikush vet gruan time, por unë jam në borxhe. Largo! Do të takoj vajzën time pas shumë vitesh. Do të ftohet pak zemra ime. Por vajza ime do të shkojë dhe do të zgjidh ty. Pse u kam borxh të gjithëve? Pse u detyrohen të gjithëve? Pse jam borxhi vajzës time edhe para se të ngopen prej saj? Në fakt, unë duhet të merr diçka nga kjo jetë. Kam diçka për të marrë në kjo jetë. Ti bëfsha kurban. Shiko tensioni do të rrihet. Ndalo, të lutem, ndalo. Ke të drejtë shumë. Ke vuajtur shumë. Është e vërtetë që ju jeni të zemëruar me ne dhe kundër nesh. Ju vërtet si keni borxh asnjë për nesh. Ju do të merrni atë nga të gjithë ne. Por ju nuk mund të mblidheni nga Gylayshi, zotrin Nizam. As ti dhe as ne nuk kemi parë shumë të mira në këtë jetë. Prandaj le të jetë ajo e lumtur. Le ta shoh jetën. Dhe të jenë të bekuar bashkë. Jo. Unë e prita vajzën time për 23 vjetë. Nuk do t'i jap vajzën një djali, babajnë e të cilit nuk e njoh, dhe nënën e të cilit e mallkoj për 23 vjetë pa e ditur se kush ishte. Zotrin Nizam, shiko. Gjano operua, por nuk do të ngrihet dot me njerë. Nevojitet terapi fizikale. Nuk ke as një monedh, as letër njoftim. Në më thënë ti për në kërcenon për sëri? Jo. Unë them se nuk paguaj as një borxh. Ose ajo nazët dal nga gishti i vajzës sime, ose Gjano do të largohet nga spitali. E pa të faleminderit. Ecim Zipkin. Vëlla? O, sot. E dija që e bëri. Por, që ta shoh Haxher. Menderesi. Ne do që zemrën, Menderes.
është edhe kjo? Është kjo Nazmia? Shtëpia tani ka mbetur bosh, po sikur të marrim një shërbëtore të re? Shpirti nënës, thuaj ti Xhaxhait, ai të don ty, nuk do të lëndoj ty. Në rregull, nën, do t'i them. Ky nuk është Menderesi. Nuk mund të jetë Menderesi. A ka qenë Menderesi? Jo, nuk është Menderesi ky. Menderes. Menderes. Ti dhe Shirini e morët fëmijën e vogël dhe... Menderes, si e bëre këta, si e bëre, si e bëre. A nuk je ti kjo, ha? Ke keni bërë këto punë së bashku? A nuk ishe ti që e hodhe atë fëmijën e vogël në plehra? Shiko, kjo është Shirini. Shiko pallton e saj. E din kur bleve një pallto dhe nuk të pëlqeu ja dhe Shirinit. Shiko, shiko. E vërtet. Unë këtë palto ja kam dhënë Shirinit.